Petrit, flasim pak për ty. Si ishte vendimi yt që me u marrë me hiking? Se e përmenda pak ma herët, ndoshta djali klubeve të natës, djali Prishtinës edhe tash je përkushtu shumë në këtë pjesë. Po më duket që të ka ndryshu pak jeta. Normal. Po për mu ka qenë kogjekthes e madhe drejt natyrës me shku se jam rrit në izolum Prishtinë, metropol, izolum në lokale, restorane, bare, klubet natës, edhe pa e po natyrën, pa e shiju, gjatë shumicën e net vetë javës që jem konë në klub, edhe nuk është që ku mujtë me shiju shumë edhe ditën përveç natyrës. Kështu që gradualisht këta gjithmonë e ceki që pandemia më ka dhonë këtë dhurat, se kur ndodhi pandemia, edhe njeri do të me lyp diçka që ka hajrë ose të mirë në të farë pune, se kreti me numë për mrapsht. Për mu ishte mrapsht se me stopoj kretë bizniset gastronomike që i kesha, edhe kuptohet që fillova me dal me marrë malin, edhe fillova me dal me ngajt me grupin këtë radhë vrapimit në Prishtinë, pandemi ka ndodhë kjo, me ftesën e një mikut cilin e përshëndes uraganit, edhe më ka thirë për me dalë me ngajt, i thash për një mesë kështu pi qeve, anaj sens, nëj spodi, nëj zëri manë, se s'këm ngajt. O, hajde se munësh, edhe e mojnë me në vetën. Prej qenve dhe ngarë ma shpejt. Të lodhe atë. Edhe e mojnë me në vetën, që kum dalë me do trener ka kësë që lushëm sëni, adhe në kështu të pa më këta, keshin ka pa këta të grupit me mu, po në këmërë pra me atë pjesë, nesë me një ndrova ato i mura një porë shushkapt. Apet, keshin që të ko pas ko e fillova me marrë vetën, me kuptu që shdo me dalë me ngajt, me vrapu. Mirë dhe që nuk je dorëzu, me herën e parë. Jo, edhe nuk jem dërzu, ja mu dërzu, nuk jem dërzu. Qa i këtheme ma boni pandemia, vrapimi, ma këthej, dhe më thomi këthej satelita drejt natyrës, edhe kuptohet që nuk mujta me nalë pas pandemis, edhe pse ju këtheva biznesit jetës natës, prap se prap nuk është që e kum ndalë, kuptohet që e kum reduktu jetën e natës, edhe nuk jem ma pjesë në një klubi tjetës natës, mirë po prap se prap mirë në me gastronomia dhe nuk është që flej shumë herët, mirë po jo që ashtu që shkom qenë. Edhe fillova më marë pak me vetën tem, fillova me kuptu jetën e sportit, edhe fillova shumë me dash natyrën. E kuptohet që kur të fillon me dash natyrën, unë i thëmë shpesh njerëzve që hikingu është një emrusi përbashkët i krejt sporteve, edhe fillova me gjetë vetën në hiking. Në hiking fillova me gjetë vetën me mishe me dashamer edhe me njerës të njoftu edhe të nejtë edhe të kalu kohë, të e dash natyrën, kuptohet shkallë pas shkalle, fillova me nejtë edhe me utën, e me utën rrugën be nuk më në të me ngjit njeri, vjen një gjetë do moje qështë mas tena, kuptova, fillova me lyp sfida ndaj vetë vetës tem, edhe unë e kumbo veç që ata mos po të sfidon edhe uta shumë tash. Po jo, uta ma kum hec me utën edhe ma ka po motorën të i sa boj edhe s'besoj që më qënë për te që ka s'muj me bo. Kështu që uta super profesioniste, kam një farë udhërëfyse në këtë ekspeditat e mija. Kuptohet që jam të kërku ma shumë prej vetës edhe jam të kalu te për mirë. Qash mirë ma që nuk jam shembulli ma i mirë, unë një thëmë njëzve se jam najfarë sportistën, jo. As nuk jam najfarë hajkeri që kum bo shumë. Po jam shembulli ma i mirë mi u kalëzu njerëzve që kjo egziston, që kjo ura me ndru njerëz kur dojnë jetën e vetë. Kur dojnë me kalu prej një jetës mbyllur, të izolum, për një jetës me alkohol ose për një jetës me pasport, për me unis drejt natyrës dhe sportit, jam që ajo piknisja që muj mi ju thonë, hajdeni. Ajo mi pish të ose se po, me pion. Po juftoj që edhe ju me pi nga një fruti, kemi vishnje, ka shijet ndryshme, frutat ndryshme, por që tash po besoj që kemi nevoj pak. Shumë e mirë koka, po se dësha një qitë veç kështu për reklama. Jo, pa tjetër që fruti na mbuan pak fresk.